Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Ledi Gërmiza dhe sot kemi për të bashkëbiseduar për një temë e cila neve realisht unë të na mësoj shumë gjëra. Si përdoret gjuha për të sjellë paqe dhe për të larguar konflikte. Për të folur rreth kësaj teme me mua sot është profesor Edis Galushi, i cili ka përvojë disa vjeçare në përdorimin e gjuhës si mundësi bashkëpunimi mes njerëzve të kulturave të ndryshme. Që nga pjesëmarrja e tij në kampin e paqes në Këshillin e Evropës në vitin 2011, ai ka hequr shumë projekte të shumta që kanë për qëllim ndërtimin e paqes në Ballkanin Perëndimor. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se gjeta Ledri, dhe është kënaqësi që të jem sot përballë teje dhe me diskutu do tema goxha të rëndësishme për ne. Do të vazhdojmë me disa pyetje të cilat ne kemi parashtruar për ty. Me shumë. Pyetja e parë për ju. Si mund të jetë gjuha mjet për paqen e jo për përçarje? Është shumë me rëndësi që gjuha fillimisht të njihet si vlerë njerëzore dhe cila do gjuhë që flitet nga njerëz të ndryshëm të trajtohet si vlerë dhe kulturë e një populli të caktuar. Nëse do të fillojmë me këtë parim, edhe nëse njerëzia në përgjithësi e përqafojnë këtë përkufizim të gjuhës, atëherë gjuha mund të shihet si mjet për bashkëpunim dhe jo për çarje. Kur po e them këtë, mundem me ju referu edhe qysh rritjes sime në një rrethan goxha shumë gjuhëshe që ka ba që me e kuptu përveç gjuhës që e kom mësu, gjuhëve të ndryshme që në fakt që janë folë në rrethin tem, jo mundu me e kuptu edhe kulturën e asaj gjuhe me të cilën komunikoj. Është shumë e rëndësit të dihet se nëse një gjuhë njihet apo flitet vetëm si gjuhë, pa ja ditë vlerën edhe gjërave që e rrethojnë atë gjuhë, përfshirë këtu kulturën, letërsinë e gjithçka, atëherë është mjet shumë i zbrazët i komunikimit. Sepse vetëm e përdorim gjuhën si një, mund të them si formulat ndryshme që na ndihmojnë me shpalos një mendim, pa pas lidhje emocionale me atë gjuhë. Për që nëse nuk e dim kulturën e një gjuhë, atëherë është shumë vështirë mundemi me thonë që ne e flasim një gjuhë. Pra nëse i kemi të gjitha këto parametrat në vetdije, atëherë po gjuha mund të jetë si mjet i komunikimit dhe i ndërtimit të paqes dhe jo të përçarjes. Këtu po e kemi parasysh sidomos ne që jemi në Ballkanin Perëndimor, jemi goxha të larmishëm në aspektin gjuhësor, kulturor e kështu me radhë, po përsëri njihemi si rajon që kemi goxha probleme në aspektin e marrëdhënieve njerëzore. Dhe kjo na bën, sipas mendimit tem, që ne nuk e njohim gjuhën e njëri tjetrit mirë, edhe në anën tjetër nuk e njohim kulturën e njëri tjetrit. Nëse e shembull shumëllojshmërinë e shqipes si gjuhë, edhe ne tu i marr këto lokalizma, dialekte apo çka do që e veçojnë një gjuhë si vlerë, ne ato i trajtojmë në shoqëri si përulje. Shembull, ti e flet këtë dialekt ose ti e i këtij rajoni dhe mundohemi pak me u distancu. Pikrisht prej llojit të gjuhës që një njeri e flet. Në anën tjetër, pastaj nëse një gjuhë historikisht ose një popull i cili ka folë një gjuhë njihet për tensione të ndryshme që në Ballkanin Perëndimor kryesisht e kemi atë problem me folësit e gjuhës serbe, atëherë edhe njerëzit distancohen edhe prej asaj gjuhe. Pra tu ja dhon edhe parametrat e urrejtjes edhe vetë gjuhës dhe jo politikës. Apo jo mënyrës se qysh një popull apo një shtet i trajton çështjet politike të një vendi në krahasim me vlerën e gjuhës që ai popull e flet. Në Ballkanin Perëndimor, në përgjithësi, kemi besoj probleme për me ditë vlerën e kulturave që ne e ndajmë, para se me i vu në pa dallimet e mendësisë politike apo të jetuarit shoqëror në secilin vend që ne përqafojmë apo me secilin vend me cilën ne kufizohemi.
Pra këtu e kam vënë në theks qysh dallimet tona të brendshme të dialekteve, po edhe në anën tjetër dallimet e familjeve të gjuhëve të cilët mundemi me i fol, edhe nëse vetëm edhe njëherë po e cek, nëse fokusohemi te vlera e gjuhës pa parametra tjerë që mund të ndikohen, që mund në fakt të sjellin edhe në një urrëtie apo në një mosdashje të përqafimit të asaj kulture, atëherë është goxha keq. Pra, një gjuhë duhet shihet si vlerë, një gjuhë duhet shihet si kulturë, edhe pastaj nëse shihet si e tillë, atëherë edhe njeriu kur fillon me e përvetësu ose kur fillon me mësu atë gjuhë, e mëson si të tillë, edhe lidhet në anën kulturore po edhe gjuhësore me atë gjuhë, edhe e bën si të vetën. Pra, është shumë me rëndësi edhe gjuha ndoshta në një këndvështrim kështu të tërthort njerëzve ju duket është veç një gjuhë, por në fakt është një gjë goxha komplekse edhe një gjë shumë e rëndësishme që mundet shumë me u përdorë si mjet për me i lidhë njerëzit sesa me i nda. Kështu që përafërsisht nëse komujt me përkufizu mendimin tëm në pyetjen tonë të parë, pra gjuha gjithsesi mund të jetë mjet lidhjeje dhe asesi nuk duhet të jetë mjet përçarjeje, pa marrë parasysh se çfarë historiku politik apo çfarë historiku të sjelljes shoqërore ajo gjuhë e sjell. Pra njohja e një gjuhe, sidomos edhe asaj amtare, është vlerë edhe duhet çmuar si e tillë. Faleminderit shumë për përgjigjen e juaj. Vazhdojmë me pyetjen e dytë për ju, profesor. Sa ndihmon gjuha neutrale, për shembull anglishtja, në takimet ndëretnike? Tash po volim shumë goxha për një temë që në fakt nuk e kam për zemër, se edhe në fakt edhe jam të analizu këtë për hulumtimet e mia të doktorates, edhe luan shumë rol. Sepse kur një njeri e flet një gjuhë, atëherë ai njeri edhe emocionalisht lidhet me atë gjuhë. Edhe kur e kemi lidhjen emocionale me një gjuhë, atëherë edhe paragjykimet vinë ndaj një gjuhe. Kështu që të pasurit një gjuhë neutrale, sidomos në një rajon sikur se ky juni, që na përcjell goxha me përçarje apo mos durim, të pasurit një gjuhë neutrale është shumë me rëndësi. Edhe me të pasur anglishtën në rastin ton, që është si lingua franca për momentin për rajonin ton, e që gjermanishtja ditë pas dite po fillon edhe me marrë primatin e kësaj, që është mirë, sa më shumë që kemi shumë llojshmëri gjuhësore ose gjuhë neutrale mes njerëzve që nuk e kuptojnë një gjuhë, atëherë është shumë më mirë. Pra është shumë me rëndësi me e pas një gjuhë neutrale e cila e lehtëson bashkëbisedimin mes popujve të gjuhëve të ndryshme, edhe sidomos nëse është një gjuhë e cila e ka një vlerë goxha të madhe në mbar Evropën në këtë rast. Pra, me të ditur anglishtën apo me të pasur një gjuhë të mirëfillt neutrale, atëherë na sposton edhe neve si individ në shoqëri me një vlerë goxha të shtuar. Pra, me të ditur ditëve të sotit, po flasim nëse e din dikush mirë gjuhën angleze ose gjuhën gjermane në këtë rast, atëherë edhe vetë individi e ka një vlerë apo e ka një pozitë goxha të veçantë në shoqëri. Pra shumë me rëndësi kur dy popuj të ndryshëm nuk e kuptojnë gjuhën e njëri tjetrit, me pas një gjuhë neutrale e cila në fakt ka goxha vlerë të përgjithshme. E që në rastin tonë ne duhet jemi mund të themi se jemi edhe fatlum, që e kemi gjuhën neutrale gjermanishtën edhe anglishtën, dy gjuhë që goxha njihen në mbar botën edhe dy gjuhë që në fakt sjellin me vete goxha kulturë të çmuar, edhe në anën tjetër çasje në burime të çmueshme që fatkeqësisht ne nuk mundemi me i marrë në gjuhën tonë amtare. Faleminderit shumë për përgjigjen e juaj. Pyetja e tretë për ju. A ka ndonjë moment nga terreni ose trajnimet që ju kanë mbetur juve në mendje? Ka goxha, sepse përveç trajnimit që e ceke, nuk është i vetmi që unë fakt kam fillu pak ma seriozisht me u marrë me këto çështje, po ka pas trajnime shumë nxitse
që në fakt kanë pas për qëllim me ngrit nivelin e të menduarit kritik të këtë rinjt, sidomos në kohën kur unë isha pak ma i ri edhe u merrsha me aktivizmin rinor. Kemi pas qaste kur për shkak të përdorimit të gjuhës është kriju një moment ndoshta mos durimi për shkak të mos kuptimit të mënyrës se si një njeri apo si një grup apo si një popull e përdor gjuhën në komunikim. Pra ka pas raste kur gjuha u pa si një mjet ndarjeje, po ka pas edhe raste kur gjuha u pa si një vlerë për të cilën nuk është fol shumë. Në këtë rast, shembull po e marr, kemi pas shumë shpesh diskutime me të ri, sepse Shqipja fatkeqësisht në arenën ndërkombëtare ose pak në rafshin e promovimit në Evropë nuk është që mundemi me u krenu shumë, sepse po punojmë goxha pak për me promovu Shqipen si gjuhë, edhe ka pas raste kur njerëzit janë habit se sa e shumëllojshme është brenda një lokaliteti të vogël. Pra, ka pas raste në për trajnimet ndryshme kur ose jemi sulmu me një farë fjale me thënë që jemi një popull që në këtë rast qoftë Shqipen e kemi të dopt ose nuk kemi të erujt mirë ose është një gjuhë që nuk ka vlerë shumë, po ka pas edhe raste tjera kur për shkak të mos diturisë së shumt, atëherë ne ishim burimi i vetëm edhe i mirë që e kemi promovu Shqipen apo edhe cilin do gjuhë tjetër që flitet në Kosovë, edhe këtë duhet me cek që Kosova duhet jetë shumë fatlume, në fakt është fatlume edhe populli është shumë fatlum që në një rajon goxha të vogël fliten thuajse të gjitha gjuhët e Ballkanit Perëndimor që mund të shihet si një prej vendeve më unike dhe që i bashkon që të gjitha. Edhe pse ndoshta në praktik po e shohim që nuk po i bashkon për momentin, po nëse shihet në suaza pak më gjana, atëherë shihet mundësia që Kosova është edhe të jetë vendi i secilit popull që e flet gjuhën e popullit që jeton në Kosovë. Fatmirësisht apeta po them nëse i merr krejt shtetet e Ballkanit Perëndimor kemi pa që jemi më të shumëllojshëm edhe në aspektin kulturor, edhe në aspektin gjuhësor, kështu që këto duhet si shoqëni me e pas si vlerë edhe me e promovu si vlerë. Vazhdojmë me pyetjen e fundit që e kemi përgatitur. Si mund t'i mësojmë të rinj të përdorim gjuhën në mënyrë pozitive? Ka unë apet ndoshta me që edhe jemi në fund, po i kthehemi fillimit. Në fillim e thash nëse individet din me përkufizu rëndësinë e gjuhës në mënyrën e duhur, atëherë shihet edhe mirësia e secilës gjuhë. Apet po them pa marr parasysh cilës do gjuhë. Secila gjuhë e ka vlerën e saj edhe ka kulturën që e sjell me të. Nëse ne dim me përqafu me këto parametra, atëherë kemi me pa se çka mundet me na sjell një gjuhë në vete. Këtu mundemi me cek edhe mundësinë e mësimit apo burimet që mund na sjell një gjuhë që ne shembull po e marr rusishten. Ndoshta si vend i largët edhe njerëzit thonë po çka po na duhet, po nëse shkon edhe e studion pak letërsinë ruse, ti kemi pa që prej shkrimtarëve më të mëdhenj ishin rusët. Edhe nëse fillon edhe e lexon një vepër në gjuhën burimore, atëherë kemi pa që edhe vetë informatën kemi marrë më ndryshe, sepse kemi u lidh me kulturë të asaj gjuhën cilën po lexon. Pra nuk jetu e lexu vetëm gjuhën si të zbrast, po jetu e lexu një vepër si të plot. Pra tu e përfshi edhe historikun, kulturën, edhe gjuhën e atij populli apo të asaj kulture që ti po don me e fol. Kështu që përveç që informata është më e plot, na jep një mundësi që ne t'jemi qytetar të botës, ashtu të them. Pra, nëse shkojmë në një vend, qoftë edhe për një kohë të shkurtër, qoftë edhe për pushime verore,
nëse individet shohin mundësinë që me u lidh me atë vend përmes gjuhës apo përmes njohurive të gjuhës, atëherë kemi pa që jetu e kriju, tu ja kriju vetes një hapësirë që ka me të ba me uni i lirshëm kudo që ti shkon. Pra, ky koncepti i të mësuarit gjatë gjithë jetës është i njëjtë sikurse koncepti i të qenit qytetar i botës. Një prej mënyrave se çysh mundemi me qenë qytetar të botës, pra pa u përkufizu me një rajon më të vogël, po qenit i lirë kudo, është tu e mësu gjuhën e vendeve të ndryshme që na rrethojnë, po edhe të shku edhe sa më gjanë. Kështu që po vim te ajo çka e thash në fillim, pra secila gjuhë nëse shihet si vlerë edhe përvetësohet si vlerë, atëherë është mjet shumë i rëndësishëm në formësimin qoftë personal, po edhe në formësimin shoqëror tonin. Me të pasur fatin që jemi prej shteteve më të reja në Evropë, e kemi edhe mundësinë unike që të jemi shumë ma gjithëpërfshirës në aspektin e përdorimit të gjuhëve si mjet i lidhjes së kulturave të ndryshme që na rrethojnë qoftë në Kosovë, po qoftë edhe përreth. Atëherë me këtë unë jam i bindur që kosovarët do të jenë ata që kanë me qenë qytetarët më të mëdhenj të botës në përgjithësi, dhe këtu shihet vlera e secilës gjuhë që mundet një individ me mësu. Faleminderit shumë. Kjo ishte e tëra për sot. Faleminderit profesor për të gjitha që ndatë sot me ne. Faleminderit edhe juve që na dëgjuat. Unë isha Ledri, shihemi në podcastin tjetër.